Federica Mogherini u ndalua të martë në Belgjik në kuadër të një hetimi për mashtrim në tendera. U lirua pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Europiane së bashku me ambasadorin Stefano Sanino, ish sekretari i përgjithshëm i Shërbimit të Jashtëm të BE-s, dhe Cesare Zegreti, menaxheri i Kolegjit të Europës në Bruges. Prokuroria justifikoi lirimin me faktin se nuk ekziston rrezik arratisjeje për 3 personat pas sigurimit të heqjes së imunitetit diplomatik të Mogherini dhe Saninos. Bastisjet u kryen në zyrat e Shërbimit të Jashtëm të BE-s dhe brenda Kolegjit të Europës, si edhe disa rezidenca private. Hetimi ka fokus blerjen e godinës të Bruges, përdorur si rezidencë për diplomatët pjesëmarrës në Akademinë e Kolegjit, ku dyshohet se gjatë tenderimit ka pasur rrjedhje informacioni që mundsoi përfitimin të paligjshëm për një nga pjesëmarrësit. Sipas prokurorisë, procedura dyshohet se ka shkelur nenin 169 të rregullores financiare të BE-s që garanton garë të ndershme në tendera. Hetimi vjen në kontekst ku Bashkimi Evropian ka qenë i përfshirë më parë në skandale të ngjashme si Qatargate dhe Pfizergate, duke hedhur hije mbi përdorimin e fondeve dhe menaxhimin e institucioneve elitare të BE-s. Mogherini ishte sapo e rizgjedhur për një mandat tjetër 5 vjeçar në drejtimin e Kolegjit të Europës, akademisë ku përgatiten liderët e ardhshëm të Unionit, duke bërë hetime dhe mendjeshëm për imazhin e BE-s.